Përshëndetje të nderuar shikues, sonte në emisionin Startup do të flasim për gratë në sektorin e turizmit. Në të gjitha ekonomitë e përparuara, turizmi konsiderohet si degë e rëndësishme e ekonomisë. Për zhvillimin e kësaj degë të ekonomisë, natyrisht që nevojiten disa kushte, në radhë të parë bukuritë natyrore, monumentet kulturore historike, por edhe organizimi për pritjen e mysafirëve. Për këtë temë sonte me mysafirët e ftuar në studio do të bisedojmë, atëherë prezantoj mysafirët. Kemi zonjën Lumturie Geci, ushtrues detyre udhëheqëse e divizionit të turizmit në Departamentin e Industrisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Mirë se erdhe zonja Geci. Mirë se erdhe. Kemi zonjën Blerina Sallaj, koordinatore e Qendrës Rajonale të Turizmit në Junik. Mirë se erdhet. Mirë se erdhe. Kemi zotin Dugagjin Nishiqi, përfaqësuesi i organizatës Syri Vizionit. Mirë se erdhet. Mirë se erdhe. Kemi Blerina Batusha Xërxa nga organizata Swiss Contact. Mirë se erdhet Blerina. Mirë se erdhe. Kemi po ashtu Arineta Mula, anëtare e klubit Alpin Prishtina. Mirë se erdhet Arineta. Mirë se erdhe. Kemi edhe zonjën Suzana Baja, njohëse e turizmit. Mirë se erdhet zonja Baja. Dhe si zakonisht pas bisedes me mysafirët e ftuar, ne do të sjellim edhe reportazhin e përgatitur me zonjën Fetije Nikshi, e cila zhvillon një turizëm familjar në fshatin Rejkallagës në Rrugov të Pejes, dhe nga shfrytëzimi i hapësirës së saj, shtëpisë së saj që tashmë ka shndruar në bujtin dhe nifet si bujtina te Ariu, ajo nga sezona e pranverës arrin të siguroj mjete apo të ardhura për të mbajtur familjen e saj gjatë muajve të tjerë. Natyrisht reportazhin do të sjellim pas bisedes me mysafirët e ftuar. Në studio është një shembull konkret nga puna dhe realizimi i saj në Rrugov të Pejes. Kështu do të zhvillojmë bisedën, nisim fillimisht me zonjën Geci. Zonja Geci, kur flasim për çështjen e turizmit në Kosovë në tërësi, në cilën shkallë e kishi vlerësuar aktualisht turizmin në vendin tonë? Sa i takon vlerësimit me shkallë është nështë pak vështirë me vlerësu, pasi që ne jemi në fazën ende, do me thonë të investime në infrastruktur, dhe me thonë jemi në identifikimin e produktit, e kemi ende punë për të bërë. Ndoshta në fazat dikun aty ka mesi, mund të them që jemi. Ne si ministri, deri tani kemi bërë identifikimin e produkteve turistike në për rajonet turistike, që ato janë gjithsej 5 rajone turistike, do me thonë Kosova ka 5 rajone turistike. Kryesisht është, me thonë, nifet për turizëm më së shumti i rajoni i Alpeve shqiptare, pastaj është rajoni i Sharrit dhe rajoni i Prishtinës. Mirë po, gjithsej janë, si thash 5, duke përfshi edhe rajonin e Mitrovicës, ose të Shalës e Bajgorës dhe të Anamaravës. Me thonë, kemi bashkarisht me donatorët, me organizata donatore, me shoqërinë civile këtu, duke përfshirë që turistike, asociacione turistike, besoj që kemi arrit deri diku në identifikimin dhe në krijimin e një oferte turistike. Mirë po, si thash, duhet ende të investojmë më shumë dhe të krijojmë kushte dhe standard më të mirë në mënyrë që kjo oferta të jetë e konkurrueshme, do të thonë, me vende të tjera të rajonit. A mund të themi që jemi të kënaqur me të arritura që janë bërë deri tash këtë sektor? Deri diku, po, nëse themi se jemi të kënaqur, atëherë i bie që ne nuk do të punojmë më tutje. Do të thonë, konkurrueshmëria kërkon gjithnjë më shumë punë dhe në këtë mënyrë besoj që nuk do të ishte mirë të jemi të kënaqur. Po, zonja Geci, kur flasim për përfshirjen e grave në këtë sektor apo angazhimin e tyre në sferën e turizmit, mund të dim nga niveli institucional nëse ka të dhëna se sa ka gratë e cilat merren me turizëm apo punojnë në sektorin e turizmit? Turizmi, mendoj që është një prej sektorëve që ofron shumë mundësi për punësimin e sidomos të grave, pasi që natyra vetë e këtij sektori është e tillë që ofron shumë mundësi. Statistika të, do me thonë, zyrtare të sakta nuk kemi, mirë po unë mendoj që është mjaft mirë, janë mjaft mirë të përfaqësuara në krahasim me sektorët tjerë të, do me thonë, pas bujqësisë dhe arsimit, mendoj unë. Themat janë të përfaqësuara në turizëm, nga përvoja që ne kemi. Kemi bërë në bashkëpunim me UNDP një hulumtim në vitin 2012, një anket ku kanë qenë të përfshira dikun rreth 70 biznese. Kjo anket, do me thonë, tash mujt bisedoj pak për këto statistika, pasi që nuk kemi statistika tjera zyrtare.
Në bazë kësaj ankete ka dalë që kanë qenë, do të thonë, përfshirja ka qenë e rastësishme, bizneset kanë qenë të rastësishme, kanë qenë në për ato komuna dhe rajone ku ka më së shumti potenciale turistike, ka qenë Peja, Prizreni, Deçani, Gjakova, Prishtina, Shtrpça. Dhe ka dalë që prej tyre, do të thonë, burra janë dikun rreth 929 në vitin 2011, në raport me gratë që ishin 302. Ndërsa ka pas një ramje të ullë në vitin 2011, ku kanë qenë 912 burra dhe 274 gra që kanë marrë pjesë, që kanë qenë të punësuara në sektorin e turizmit. Këtu ka qenë të përfshime, do të thonë, sektori akomodimit, sektori turizmit përgjithësi, i shërbimeve turistike, do të thonë, edhe të transportit e kështu me radhë. Kjo i bie që diku rreth 30, aty varion 30-33% është përfaqësimi në bazë kësaj ankete. Ndërsa mora dhe një informator nga Agjencioni për Regjistrimin e Bizneseve, ku ne, do të thonë, në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kemi këtë agjenci, dhe aty më njoftuan se nga 120.000 biznese sa janë të regjistruara përafërsisht në Kosovë, 10% kanë ndërmarrësi femrat. Do thotë gratë që udhëheqin bizneset e tyre në zonat e ndryshme turistike? Po, jo turistike, por në përgjithësi. Përgjithësi? Jo, në përgjithësi në të gjitha sektoret, po thonë në përgjithësi në biznes. Ndërsa e veçantë në këtë sferën e turizmit? Nuk kemi vetëm kjo anketë, nuk mund të përcaktojmë. Nuk kanë mujtë ta profilizojnë vetëm për turizëm një ndarje tillë. Mirë, po merren si tansi biznese që menaxhohen dhe udhëhiqen prej grave. Po. Atëherë, nëse bisedojmë me zonjën Sallaj, e cila vije nga komuna e Junikut, sigurisht që edhe atje është një vend turistik dhe ju vini nga zyra e turizmit kësaj pjese, mund të na thoni si po funksionon kjo? Po, qendra rajonale e turizmit funksionon tash gati 4 vite. Ajo, pasi që kishim këtë ndërlidhjen me femrat sa janë të inkuadruara, në qendrën rajonale të turizmit të marrë parasysh të punësuarit edhe antarët që janë si vullnetar në qendrën rajonale të turizmit. Numri është më i madh i femrave, shkaku i natyrës që është fushë e ndihshme turizmi dhe femra mundet me ofru produkte ma të mira, ma cilësore. Gjithashtu ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me organizatat e grave aty, ku ofrojnë shërbime, veshje tradicionale ose ushqim tradicional në këtë formë. Por gjithashtu edhe sa i përket akomodimit familjar ose turizmit rural, femra është shumë e inkuadruar në këtë pjesë. Pra atë arsye edhe në statistika nuk mundet këto në biznese, nuk mundemi sepse rastet e turizmit rural nuk janë, për shembull, akomodimet familjare nuk janë të regjistruara si biznese, pra ata edhe mundet me qenë numri më i ulët i femrave. Vlerina, gjithë këto gra cilat janë nga shoqatat e ndryshme, bashkëpunojnë me zyren e turizmit në Junik dhe ato përgatisin ushqimet e ndryshme për turistët. Do thotë, ky është një turizëm rural. Turizëm rural, mirë po mirëm edhe më organizime, për shembull trajnimeve ose konferenca ose ku ta di, që janë zhvillohen Junik në bashkëpunim me organizatat e grave, mirë po edhe në raste kemi bashkëpunim edhe me organizatën e alpinistëve e Junikut, ku është fushë më ndihshme dhe normal që atë shërbim e kryen meshkujt më mirë. Mirë po, ne jemi si koordinim mes akterëve që kanë ndikim në turizëm. Ju mendoni që në fushën e alpinizmit më mirë e kryen meshkujt, por ne kemi një alpiniste në studio e cila sigurisht do t'japë edhe mendimin e vet për punën që e bën aty? Po, është fushë pak më vrajsh për femna, jo për gjitha është qaqelit si për... Po, Arineta, çfarë mendoni ju për punën që e bëni si alpiniste? Unë mendoj që me qenë alpiniste, pikëspore duhet me dashtë shumë këtë profesionë, se mujë me qujtë profesionë ose këtë aktivitet. Me qenë alpiniste nuk është edhe shumë lehtë, se duhesh me qenë strikt
në ecje, në ushqim edhe në gjitha gjanët e tjera. Është shumë e vërtet që më shumë gjinia mashkullore mirët me këtë punë, po kohëve të fundit na kemi pa dhe një rritje shumë të madh të numrit pjesëmarrësve femra. Edhe në eksperiencat tona, në ecjet tona që i kemi bu me klubin Alpin Prishtina, ne nuk kemi pa ndonjë dallim mes femrave dhe mashkujve sa i përket ecjeve, shumë. Paktën po flas për vete dhe për disa anëtare të tjera që janë femra. Edhe ndoshta është edhe që ajo ndjenja që na kanë jap guidat në klubit Alpin Prishtina që të jemi të barabartë edhe domethënë të bëjmë ecjet njëjtë sikur ata. Sa jeni ju femra në kuadër të grupit Alpin Prishtina? Po pjesëmarrja ndryshon varësisht prej ekspeditave ose ecjeve malore që i bëjmë. Ecjet malore zakonisht organizohen prej klubit çdo 2 javë, po e mira është që kemi edhe ekspedita, domethënë jashtë vendet. Po kohëve të fundit, sidomos vitin e fundit, është shtu numri i pjesëmarrësve femra, kështu që vetëm dita ditës vetëm po shtohet që është shumë gjë e mirë. Do të thotë kanë interesim edhe ato për aktivitetet e ndryshme alpiniste që bën. Sigurisht do të flasim edhe tutje për punën që bëni ju, por duka gjendë interesant të di nga hulumtimi që kanë nxjerrë organizata Syri i Vizionit në Pej, çfarë thot hulumtimi lidhur me përfshirjen e grave në sektorin e turizmit? Syri i Vizionit është të implementu një projekt, është viti 2 që thirë programi SID, që ka të bëj me mbështetje në arsim dhe punësim të trive dhe femrave në Kosovë, i cili mbështetet nga OADA, Agjencioni Austriak për Zhvillim, dhe ideja se projekti realisht fokusohet në komunën e Pejës, Gjakovës dhe Prizrenit, ku ne bashkëpunojmë me shkollat, me institucionet dhe me bizneset, për shkak se kemi pa që bashkëpunimi mes shkollave profesionale në Pej, Prizren dhe Gjakov është në nivel jo të mirë, dhe për këtë ne kemi bërë edhe një ulumtim që ka të bëjë me barierat e femra në sektorin e turizmit. Nga ulumtimi ka ndalë të dhëna shumë interesante, edhe pse inkuadrimi i femrave në arsim profesional është shumë i ulët, me marrë me përqindje është rreth 2%, jo më i madhë, për shkak se vetëm në Pej, për shembull, në shkollën profesionale në Pej, në drejtimin hoteliri turizëm, prej 100 nxënësve janë vetëm 2 femra. Në Gjakov, që të thotë s'kanë interesim vetë? S'ka interesim të femrave në aftësimin e tyre për këtë sektor. Njëjtë gjendron situata edhe në Gjakov edhe në Prizren, është numër shumë i vogël i femrave në të përfshime në arsim. Në anën tjetër, bizneset tregojnë edhe në ulumtim, bizneset tregojnë që vetë femrat nuk ka interesim, në rreth 88% e tyre kanë thonë që femrat nuk janë të interesuar në sektorin e turizmit, të përfshirë në sektorin e turizmit. Sipas tyre, problemi kryesor qëndron te stigmatizimi i femrave nga shoqëria familjar dhe natyrisht edhe te klientët, ata që nëse i shohin femra duke punu në profesionin e kamarieres, kanë paragjykime ndaj tyre. Po ashtu del që bizneset më shumë punësojnë në bazë përvojës të punës të ri, se sa të arsimit, përmendaj në punëmarrës të arsimuar, edhe njëkohësisht biznes. A tregon arsyet e kësaj çështje se punëmarrësit dhe punëdhënësit në kuadër të hulumtimit që keni bërë ju? Pse ndodh në atë mënyrë çështja e punësimit? Arsyeja kryesore është bizneset tregojnë që fare nuk kanë bashkëpunim me shkolla profesionale. Kemi pas rastin ku në disa takime, disa hotele shumë prestigjioze, me shumë punëtor, tregojnë që nuk janë menaxherat, aty nuk janë në dieni që në qytetin e Pejës ekziston shkolla profesionale për aftësim dhe për hoteleri dhe turizëm. Këtu është problemi. Njëkohësisht bizneset tregojnë që ato cilat kanë bashkëpunuar me shkollën, cilat kanë marrë nxënës që të kryjnë praktikat e tyre në bizneset, tregojnë që nxënësit janë totalisht pa aftë në profesion. Këtu qëndron problemi, për shkak se
Nikosisht, ato që kemi nxjerrë nga shkollat, thonë që kurrikula dhe mësimet që cilat i marrin janë të vjetruara dhe duhet të bëhet përditësimi të ne, duke u bazuar me nevojat e tregut cilat për shkak se në shumicën e rasteve mësohet edhe perceptimi në përgjithësi për hoteliri turizëm, sidomos nga femrat edhe të rinj, merret që profesioni i hoteliri turizëm është vetëm kamarierë dhe banakier. Kjo është, mendoj që është totalisht e gabuar ky perceptim dhe këtu rol më të madh duhet luajnë shkollat, sigurisht institucionet në promovimin e mundësive për punësim, pasi që mendojmë se sektori i turizmit, kryesisht në rajonin e Dugazhinit, ka potencial që të përfshi femra në punësimin e tyre. Po, Suzana, ju si njohës e turizmit, mendoni që turizmi përfshin vetëm ato dy segmente cilat edhe diskutohen, apo jenë si çështje barierës që pengojnë gratë të kyçe në këtë çështje që e tha edhe Dugazhini? Fillimisht besoj që turizmi është një ndër shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, ashtu se këtë jo. Turizmi gjithmonë zhvillohet paralelisht me deg tjera, me segmente tjera, qoftë të bujqësisë, qoftë të kulturës, qoftë të ushqimit, qoftë të përjetimeve. Realisht, shumicën e kohë kur bisedojmë me miq, kolegë, kur kthehemi termi turizëm, çka ne kuptojmë janë ndoshta 3-4 segmente. Është hoteli, akomodimi, ushqimi, pjeshka, edhe këto janë ashtu që e përkufizojmë. Turizmi gjithmonë mbar në vete shumë më shumë. Është një zinxhir i shërbimeve ose i furnizimit. Do thotë, nëse një përjetim shumë më të thjeshtë ne e shohim një ditë me kaluar në rrugë për shembull, në vete mban shumë shërbime tjera ose shumë aktorë në vete janë që e bëjnë të mundshme atë përjetim. Është shumë për të ardhur keq që turizmi shihet vetëm në disa profesione, për shembull menaxher hoteli, bankiere ose shërbim të ushqimit, pijeve, e shumë më pak ndoshta në rolin e Ciceronit, qoftë ai kulturor ose alpin. Pajtona shumë me kolegën që tha që duhet të kërkohet një pasion i veçantë në turizëm për ata që duhet të merren me turizëm. Çdo punë lyp pasion dhe dëshirë dhe vullnet, po në turizëm është kusht ta don natyrën dhe atë që përfaqëson. Kemi deficit shumë në Cicerona, jo vetëm në gjinia femërore, po edhe ka ana e gjinisë mashkullore. Pastaj kemi deficite shumë në profesione tjera që kanë të bëjnë për shembull ofrimin e përjetimeve, qoftë ushqimeve tradicionale, qoftë përjetimeve tjera që të shpjegohet më mirë flora dhe fauna, pjesë tjera të kulturës, e kështu me radhë. Gjitha këto janë si mangësi ndoshta e sistemit edukativ që e kemi sot në Kosovë. Duke mos kritikuar shumë edhe ndoshta edukimin, por me të vërtet bizneset shohin që kanë nevojë për një azhurim të plan programeve. Turizmi si sektor karakterizohet që koordinimi dhe bashkëpunimi i aktorëve nuk është për t'u lavduar. Sektori privat me institucione, por edhe në mesveti nuk bashkëpunon në mënyrë të mirëfillt. Kjo është keqardhje, po kështu qëndron situata. Shkollat nuk mund të ofrojnë diçka më mirë nëse dikush nuk ju tregon për çka ka nevojë. Dhe këtu është ajo hallka e problemeve, piknisja e problemeve. Studimit... Suzana, gjithë këto që po i përmendni ju, sigurisht që edhe nuk e bën pastaj shumë atraktiv turizmin në Kosovë. Sepse këto janë ndër elementet kryesore që nuk do duhet të ndodhë që në vendin tonë që ne të kemi turist, të kemi numër të madh turistëve në Kosovë. Aty deshta të ndërlidhem me parafolsin time ku i thanë që nuk ka të interesuar nga femra të merren me turizëm. Unë e shoh një problematik tjetër, nuk kemi informacion të shpërndar mirë për të mirat e turizmi. Çfarë sjell turizmi ose punësimi në turizëm? Turizmi si tek e siguron vetë punësimi. Do thotë je ashtu pronari vetvetes. Qoftë nëse merresh me kuzhinë, qoftë nëse merresh si turizëm, si Ciceron, do thotë ti vetveti i krijon vetes punë dhe të ardhurra. Kjo nuk është e promovuar sa duhet. Nuk është si edukim, nuk promovohet, nuk ka informacion. Rastin që nga 100 nxënës ka vetëm 2 femra dëshmon që
këtu edhe 100 persona, do të thotë, pa e marrë parasysh gjinin nuk është e mjaftueshme, sepse kemi potencial natyror dhe kulturor shumë të madh. Informacioni dhe vetëdijsimi për të mirat e turizmit ose profesioni i turizmit që mund të sjellë nuk është i shpërndar ose nuk është i përcjell në mënyrën e duhur. Apo dhe për të ardhurat në familje, sigurisht. Blerina, do të thotë që gjithë këto mangësi që ndodhen në segmentin e turizmit ka shtyrë organizatën Swiss Contact që të realizoj pikërisht një projekt mjaft të rëndësishëm në këtë sferë. Patjetër, po në radhë parë çka ka shtyrë ka qenë më shumë turizmi si sektor që ofron mundësi për punësim. Dhe në këtë rast duke pas parasysh që gati gjysma popullatës në Kosovë është e gjinisë femërore, prandaj edhe përfshirja e gjinisë femërore në gjitha intervenimet e projektit është shumë e rëndësishme. Ne jemi mundu që përmes intervenimeve tona që kanë të bëjnë ma shumë me krijimin e një organizate që do të bëjë koordinimin e gjitha akterve, ne si projekt jemi të përfshirë për momentin në këtë fazë në komunat e 5 dhe Qanit Junikut për shkak të një gatishmërie edhe nisme që kanë pas këto 3 komuna në zhvillim të turizmit. Po punojmë në themelimin e organizatës për menaxhim destinacionit, e cila veç është themelu, e cila do të bëjë këtë koordinim, pra do të plotësoj në një forme këtë mangësin e koordinimit mes akterve. Pastaj po punojmë në promovim të bizneseve që merren me turizëm, në përmirësim të ofertës lokale dhe lidhjen me tregjet e huaja. Sa i përket përfshirjes së femrave, është e vërtet që këtu flet që domethënë janë të përfaqësuara, kemi femra domethënë që merren me ushqim, merren me pastrim, po nëse flasim në cilat kategori janë të përfshira, atëherë i shohim në një segment mesatar ose pak më të ulët të punësimit, ku edhe tyra që ato përfitojnë nga kjo punë nuk janë shumë të kënaqshme ndoshta ose edhe të mjaftueshme për të mbajtur një familje. Prandaj edhe ne jemi mundu me pas se cilat janë disa prej problemeve pse femnat nuk janë të përfshina sa duhet si menaxhera apo si pronarët bizneseve. Shembull, nga 7 tur operator që sjellin turist në Kosovë, vetëm 1 është femër. Dhe këtu tha që domethënë është pak mungesa shkollimit, mungesa informacionit, po edhe një problem ky që është edhe problemi social. Domethënë ne vazhdojmë të përballemi me etiketa të punësimit, domethënë puna e guidës malore është punë për meshkuj, puna e kamarierit është punë për meshkuj, domethënë këto etiketa janë edhe ato që i kanë stopu muj me thonë shumë femra që të kyqen ma tepër në turizëm. A do të është e rëndësishme në këtë rast edhe një fushat vetëdijsuese, ndoshta jo vetëm për gratë, po për 2 gjinit në Kosovë, se sa është e rëndësishëm ky sektor që të punohen bashkarisht si meshkujt ashtu edhe gratë? Patjetër, projekti për momentin është duke punu në këtë aspekt përmes një ofrusit shërbimit lokal, po dhe përmes televizioneve dhe medjave lokale. Dhe ideja është që të sjellim rol model apo modele shembull për femnat, siç është edhe reportazhi cilin do ta shohim pas sigurisht pas debatit. Dhe ideja është që t'ju tregojmë edhe femrave tjera të ngjallim si thua vetëdijsimin se edhe femnat munden me punu pa marrë parasysh a e kanë atë shkollimin adekuat apo jo, apo a e kanë forcën apo jo, munden me gjeneru të hyra edhe në turizëm pa pas nevojë shumë për një shkollim të lartë ndoshta. Sigurisht sepse edhe në kuadër të reportazhit që përmendet ku zonja Fetije Nik që zhvillon një biznes të vogël familjar, arrit të gjeneron të ardhurat mjaftueshme të themi për të mbajtur familjen e saj në atë zonë turistike siç është Rrugova e Pejes. Por natyrisht që barierat dhe paragjykimet kanë qenë të ndryshme edhe për atë ka qenë një hap i vështirë derisa tashmë zhvillon biznesin e saj në kushte normale, por flasim për ditët e para zhvillimit biznesit dhe sigurisht Arineta nga puna që e bën e din më mirë. Si është komentuar puna juaj si alpiniste, Arineta? Ka pas paragjykime, ju ka ndodhur juve kjo? Mu dhe prap ende ndodhë dhe në ditët e sotme se ka tash 2 vjetë e gjysmë që mirëm me këtë aktivitet. Si komentohet kjo? Komentohet si po gjenë kohë, si po mundesh, si punë për meshkuj ma shumë, se po mundon veten, nuk është punë e jotja, nuk është punë për ty, ose kësi lloj komentesh. Po ndoshta shoqënia, po pikësparje dhe familja, po dhe shoqënia ndoshta tash vetëm janë mësu që unë nuk po ndalem dhe nuk e kam ndërmend për më ndalë, edhe do të vazhdoj, do më thonë, sikur tani
ecjet edhe të gjitha aktivitetet tjera. Sigurisht ju si klubi alpinëve keni bashkëpunime edhe me vendet të tjera, ndërkombëtare, rajonale. Si e shifni krahasimin? Mund të na bëni një krahasim si alpiniste e Kosovës me ato ndërkombëtare? Nëse kisha mujt me cek njënën prej ekspeditave që kemi bo, është kjo e Mont Blancot, ku klubi Alpin Prishtina ka marrë me thënë guximin që me i pas 3 femrat e para që të arrinë majën e Mont Blancot, për herë të parë në trevat shqiptare. E ka marrë guximin, na kanë motivu, kështu që jemi shku pa ndonjë problem, kemi qenë të organizum edhe motivin e kemi pas, dhe më thëmë, prej gjinis mashkullore, prej 3 gajdave që janë në klubin Alpin Prishtina dhe kemi arritur me shumë sukses. Kemi ekspeditat shumë ta, dhe më thëmë, edhe jashtë vendit, ku njëjtën ku kemi mundësin edhe me i taku shumë alpinist tjerë. Për shambull, në gjatë qëndrimit tonë në Chamonix, atje në Francë, kemi taku shumë alpinist për shumë vendeve tjera, shumica nuk e dinim për Kosovën, unë e vetë se tash jam në kontakt me një grup jo shumë të madhë, me një grup të vogël, cilë veç se po mendojnë më ardhë dhe me vizitu Kosovën, kemi bu një farë përfaqësimi promovimit Kosovës, kemi prezentu më shumë dinim për Shqipërinë ndoshta se sa për Kosovën, kështu që kam dërguar linka, jo vetëm unë, do më thënë kanë marrë përsipër dhe guidat e klubit Alpin, jemi në komunikim me ta dhe është një farë bashkëpunimi prej neve tek ata. Dhe sigurisht do t'i dërgonin vendet më të bukura turistike që ka Kosova. Do të mundohemi sepse Kosova, do më thënë se është e njohur për pasuritë saj natyrore, për male, për lumen, edhe për shumë qka tjetër, kështu që ka qka të vizitohet këtë. Po, Zonja Geci, kur flasim në aspektin institucional, një çështje që ushtru dhe u diskutu këtu është edhe mungesa e zyreve të turizmit, të zyreve informative për turizmin si në Prishtinë, që është kryeqendra e Kosovës, ashtu edhe në qendrat e tjera. Për para se të bisedojmë për zyrat informative, desha të ndërlidhem të çështja vedisimit, do me thonë edhe informimit, vedisimit përgjithësi për rëndësinë e sektorit turizmit, do me thonë në Kosovë, përsa që është edhe të femnat. Lidhur me këtë ne si Ministrisë e Divizionit Turizmit e kemi evidentu këtë sfidë, do me thonë që vitin e kaluar kemi marrë, do me thonë, feedbackun, reagimet përmes tryezave që kemi organizu, do me thonë, se cilat janë sfidat në sektorin e turizmit. Ndër tjera është, do me thonë, ka dalë edhe kjo që resursin njerëzor nuk është i mjaftueshëm, do me thonë, nuk janë të trajnuar sa duhet edhe lidhur me këtë edhe, do me thonë, është edhe një prej tyre edhe vedisimit, nuk janë të vedishëm për rëndësinë se sa duhet, do me thonë, të resursin njerëzor të involvohet në turizëm, të punësohet në turizëm. Kështu që këtë vit, do me thonë, prej sfidave që kemi nxjerrë, na këtë vit kemi shtinë në plan të punës një prej objektivave fushata vedisimit, do me thonë, në turizëm. Në kuadër se cilës kemi organizu, do me thonë, tryeza, diskutimi në për 5 rajone turistike, me qëllim që do me thonë, të vedisojmë të gjithë akteret relevant, përfshirë dhe sektorin privat, bizneset turistike, komunat, të tjerë, në rëndësinë që ka turizmi edhe në implementimin e legislacionit njëra prej aty në ka qenë. Mirë po, desha të seki edhe një aktivitet tjetër që ne planifikojmë, do me thonë, vitin 2016, eventualisht 2017, në brenda këtij planit, sepse ne kemi hartuar një plan 5 vjeçar, do me thonë, për zhvillimin e turizmit, në kuadër të cilës njëra prej fushave të veprimit është edhe resursin njerëzor, ngritja kapaciteteve në resursin njerëzor, ku desha ta përmendin një prej aktiviteteve që ne tashmë gati kemi gjetur, kemi marrë miratimin prej një prej donatorëve, emrin s'po ja përmendit ashtu. Jemi në fazën, do me thonë, të konfirmimit të këtij projekti që të bëhet një studim në lidhur si strategji, plan zhvillimor, tash mund ta quajmë, për resursin njerëzor, do me thonë se sa është zhvilluar në zhvillimin e resursit njerëzor në Kosovë, e cila do të identifikojë cilat janë ngesjet, do me thonë, aty mund parashihet edhe hartimi kurikulave, ndryshimi kurikulave të reja, trajnime, vedisime, kështu më radhë. Dhe sigurisht pastaj këto do të arrin të ngrisin edhe kapacitetet e gjithve për zhvillimin e këtij segmenti të rëndësishëm. Po, patjetër, mandej është edhe desha ta përmendë ditën botërore të turizmit, edhe ajo që ne kishim dje një aktivitet kështu përsëri dhe kemi ftuar të gjitha aktorët relevant turizëm, edhe qëllimi edhe kësaj dite është vetë, do të thonë, qëllimi i ditës botërore të turizmit është që ta ngrit vetë dijen. Do të thonë, në mbar botën festohet, është një prej festave të organizatës më të madhe botërore, do të thonë, autori
i kësaj dite është organizata botërore e turizmit. Edhe kjo vete ka rolin të me thënë që të vetëdijstoj të gjitha shtresat për rëndësinë që ka turizmi, prandaj dhe kemi vendosur në si vjetë, kemi pas në plan të punës dhe realizuam këtë aktivitet. Ndërsa sa i takon zyrave informative, që e shtruat pyetjen ju më herët, lidhur me këtë, edhe ajo, dhe me thonë, është një prej aktiviteteve tona. Ne deri tani vetëm në disa vende të Kosovës i kemi zyrat informative turistike, të cilat kanë dalë nga iniciativat qoftë nga komunat ose nga përkraja e donatorëve, dhe me thonë. Deri tani kemi në ato vende ku ka potencial turizmi, është komuna e Pejës që ka një zyre informative qysh mati, është mandej komuna e Prizrenit, është Gjakova, është komuna Raovecit, Joniko. Kështu që ne kemi mendu se Prishtina nuk e ka një zyre informative dhe kemi filluar, dhe me thonë, me Prishtinën një takim, disa takime, tash do me thonë do të kemi përsëri një bashkëpunim më të ngushtë me komunën, në mënyrë që të stimulojmë dhe të hapi një zyre, duke ditur që Prishtina, dhe me thonë, frekuenton numrin më të madh të turistëve dhe të ndërkombëtarëve, duke pas parasysh qasjen më të mire dhe këtu zhvillohet, dhe me thonë, një lloj aktiviteti turistik që ne quajmë turizmi kongresial dhe i takimeve. A mund të presim që kjo mund bëhet shumë shpejt në Prishtinë? Tash mbaret të pak edhe prej komunës, dhe me thonë se si ata mund të realizojnë, mirë po, dhe me thonë, iniciativa shkon prej neve gjithmonë. Po, ndoshta mund bëhet edhe një zyre e informimit për turizëm, sikur edhe në qendrat e tjera, por shtrohet edhe çështja e ciceronëve. Po. Sa kemi ne ciceron të përgatitur, apo duhet edhe të punohet edhe në atë aspekt që të përgatiten edhe ciceronet, sepse zyra e turizmit këtë ka? Po, zyra e turizmit, dhe me thënë, e ka rolin e informimit direkt, ku aty mund të hynë, dhe me thënë, turistat, të marrin informata, po të marrin edhe materiale promovuse me veti. Sigurisht, guida turistike që është edhe një ndihmëse madhe për të. Ndërsa, unë mendoj që aty mund të informohen ata për paketat që ofrojnë dhe për tur operatorët, të cilët, dhe me thënë, nëse individualisht shkon një turist në zyra informative dhe nuk ka një agent paraprake ose një aranjim, ai mund të ofrohet në zyrat informative dhe aty të merr të gjitha, me thonë të merë edhe nëjë paket eventualit për të organizu, për të vizitu në një vend ose për të realizu nëjë tur të ndryshëm. Mirë po, çështja e ciceronëve turistik mendoj që dhe duhet tjetë kështu ka qenë më herët përfshime në legjislacionin e turizmit, mirë po për momentin nuk është. Për cilës gjenave që kemi evidentu dhe është duke u rishqyrtuar legjislacionin përgjithësi edhe besoj që duhet përfshihet kjo çështja e ciceronëve turistik. Ciceronet turistik në të gjitha vendet dhe të ne duhet jetë kështu reguluar që duhet të kenë një kontrat bashkëpunimi me tur operatorët në mënyrë që ata të veprojnë pastaj në bazë të kërkesave që ju vinë, dhe me thonë, dhe grupeve të organizuara. Kështu do duhet të funksiononte, dhe me thonë, ata duhet të lidhin bashkëpunim me tur operatorët, por pse jo, dhe me zyrat informative nëse është nevojshme, mirë po ligjërisht edhe kështu do të jetë e rregulluar. Po, Blerina, ju jeni koordinatore e zyres turizmit në Junik. Sa ndihmon zyra e turizmit komunën e Junikut për të zhvilluar këtë, apo dhe për të ndihmuar turistet e cilët vinë të vizitojnë atë pjesë? Po, është një ndihmë se më edhe si për komunën ashtu edhe për turistin. Kur vjen një ambient pa njohur turisti, nëse nuk ka një zyre informuese, ai mundet edhe më kthy mbrapa, shkaku që i mungon informimi, edhe nuk mundet mi njoft bukuritë natyrore. Kjo e ndihmon shumë edhe e lehtëson punën si për komunën ashtu edhe për aktorët që përfshihen në atë fushë, shkaku që është më e lehtë gjithçka mu koordinu me zveti. Ka ciceron? Kush i shoqëron po ciceron? Ka ciceron, ka për shembull shkaku që ne kemi një bjeshk më të vrazhët, duhet një transport më i veçantë, ka persona, individ që i dërgojnë me veturat caktuar që janë të përshtatshme për ato rrugë. Ekziston e formë e bashkëpunimit. Mirë po, në pyetjen e më hershme fillestare që pyetet në cilën shkallë është turizmi, faktikisht turizmi është fushë e re në Kosovë, është kulturë e re në Kosovë. Se mendoni që është fushë e re për vendin tonë? Kemi pas një të kalume që nuk
turizmi nuk është zhvilluar shumë, ose kemi pas streset shumë ta që as njerëz qytetarët e Kosovës nuk kanë zhvillu turizm brenda Kosovës. Për ata është edhe më e lehtë jemi pak shoqëri më tradicionale, me paragjykime. Jo për gjithë është e lehtë me qenë pjesë e fushës turizmit, shkaku që turizmi dënë me qenë edhe shumë fleksibil, si në orar të punës, jo gjithmonë ki përfitime të mëdhaja që mundesh me mbulu jetesën tonë, po edhe jo gjithmonë është e këndshme që shdovkët. Për shembull, nëse je turist, ti kënaqesh shumë, por nëse ofron shërbime turistike, derisa turistit ja shet buzëqeshin që është shumë i kënaqur, deri atëherë ti ki jashtë stres, edhe çka mundet me përmirësu që ai me qenë sa më i kënaqur. Cilat janë kërkesat më të mëdha që i kanë turistët kur vinë në zyren e juaj? Kërkesat më të mëdha... Çka dojnë ata? Dëshirojnë të shëtisin atë pjesë, dëshirojnë një ushqim tradicional të atij vendi, çfarë kërkojnë? Këto shkojnë të ndërlidh njëra me tjetrën, se ata përpos që dojnë me pa diçka të bukur ose që ju relakson syrin, ata dojnë me përmes asaj që e përjetojnë me mësu edhe për kulturën tonë, ku ta di. Turizmi mas shumë të unik që zhvillohet, edhe Rrugova ka qatë tip turizmit, ata dojnë me përjetu mënyrën e jetesës njerëzve aty. Për shembull, akomodimin e për hotele nuk është qaq i dëshirueshëm për turistëve. Ma shumë është akomodimin e për kulla ose akomodimi familjar. Ata dojnë me këthy ashtu një farë formë në kohë edhe me përjetu qatë formë të jetesës. Mirë po, turistët, qka është shumë pike fort për neve, është mikpritja. Afërsin që e gjenë, afërsin që e gjenë të shqiptarë, të qytetarët, ata i fascinan edhe ju bën shumë përshtypje. Për shembull, ka raste një nek që shohin turist gjatë rrugës, qytetarët, edhe i ftojnë për kafe në shtëpi. Ajo nuk ndodhen në shumë vende të botës, ajo mikpritja aty në jo ofron. Dhe gjatë kafe sigurisht diskutohet edhe për traditën, edhe për vendin, edhe për të arriturat dhe mangësit që kemi. Ka pas komente prej turistëve që Kosova është një vend ku mundën me bisedu, me diskutu me ty, edhe pse nuk të kuptojnë heq. Gjejmë formën ashtu, gjejmë të prezentojmë. Po. Kur jemi tek turizmi dhe sa ndihmon kjo ekonomit familjare, përmendet akomodimin familjar, sa jemi në ne të gatshëm që të punojmë këtë aspekt si familje, që të fitojmë të ardhura nga kjo? Suzana, ndoshta ju si njohës se turizmit mund të na jepni një mendim rreth kësaj. Po besoj nga ato që ka u thënë më herët edhe nga kolegja prej ministrisë, përderisa nuk ka të dhëna zyrtare, nuk mundem bashkë edhe me fol kështu saktësisht, po me hamendje. Jo shumë familje janë të gatshme të punojnë në turizëm, përkrisht për shkak që nuk e kanë informacionin dhe vedin sa mund të përfitojnë. Do të thonë nuk janë të informuar çka mundesh me përfitu dhe sa të mund me qenë barierat ose pengesat të një biznesit të tillë. Edhe kjo varet rastësisht edhe prej potencialit turistik. Për shembull, në Grykën e Rrugovës, pothuajse të gjitha familjet ofrojnë një gjë të tillë, bujtina, sepse e dinë që një të hyrë të vetë me sigurojnë përmes bujtinave dhe përmes një brigaditit të ushqimit. Ndërsa në zonat urbane në qytet është pak më ndryshe. Thotë familje nuk e kanë atë nivelin e vedis ose nuk janë të bindur që mund të përfitojnë për një biznesit të tillë. Do thotë varet edhe prej zonës çfarë ofron konkretisht. Kjo ndërlidhet edhe me anën tjetër, për shembull, ndoshta ka femra të cilët e shohin si përfituese e sektorin turizmit, por me qenë se dim që shumica e femrave nuk janë pronare të pronës, atëre kanë shumë më vështirë dhe të qasen në mjete financiare, të burimet financiare dhe që vetë të fillojnë një biznes të tillë. Do të thotë është diçka në peshore që ende duhet të analizohet në detale si mund të zhvillohet si biznes familjar.
por prape kisha thënë që në zona rurale është më e kapshme për shkak të potencialit që ofrohet, ka çka të ofrohet. Ndërsa në zona urbane është pak më vështirë, sidomos ndoshta në Prishtinë për shkak se këtu ofrohen edhe bujtina tjera, akomodime të ndryshme, jo vetëm hotele klasike që jemi mësuar, po kanë filluar këto hostelet që janë shumë të kërkuar nga turistë, nga klientat, edhe realisht biznesi familjar o çfarë do lloji duhet për cilën me trendet në botën e zhvilluar. Do thotë hotelet nuk janë gjithmonë ato më të kërkuara, janë këto llojit hostelleve shumë kërkohet, kemi në Kosovë më shumë me shpirt avanture, që kërkojnë avantura për jetime. Akomodimi o diçka që është diçkaluese, mjafton me qenë e pastër, një mëngjes i mirë, i mirëfillt, vendas, kaq, do thotë nuk ka nevojë të investohet shumë. Analizat të mirë, rekomandimit mirë të nxjerrura janë të domosdoshme sa i përket kësaj çështje. Blerina, kur mund të shohim rezultatet e para të projektit cili tashmë po realizohet? Por rezultate pozitive. Patjetër. Edhe pse këtu u cek që turizmi është një sektor shumë i ri edhe që ka shumë hapësirë për intervenime, le të themi, po në të njëjtën kohë edhe matja e rezultateve nuk mund bëhet në mënyrë aq të shpejtë për shkak se ka shumë hapësirë për punim. Deshta veç pak të ndërlidhem dhe pastaj kthehemi te rezultatet, se a janë të gatshme shtëpit apo familjet me gjenerut hyra prej turizmit, ato nuk varen vetëm prej familjeve. Si pronari familje si kemi ofru akomodim, dhe ajo është, si me thonë, fusha e specialitetit tënë. E ofron akomodimin, sigurohet që gjithçka me qenë pastër, me qenë kvaliteti i duhur për një turist, edhe njëjtën kohë dhe ushqimi. Po turizmi apo një turist kur të vjen në një destinacion, caktuna i ka me kërku edhe një sër elementesh tjera, që janë informacionin, nëse e merr qoftë për internetit para se me ardha, apo dhe përmes zyrave të informacionit, e kërkon transportin, e kërkon guiden, e kërkon që i thojmë gjërat me i bo edhe gjërat me i pa, atraksionet, aktivitetet e ndryshme, pra kritë këto janë të ndërlidhura. Edhe gjithësisht puna e secilit varet prej një koordinimi apo një bashkëpunimi të tërë. Prandaj edhe projektin këtë rast po mundohet që ta krijoj këtë koordinim mes gjitha akterëve në mënyrë që të gjithë apo hallka e përfituesve të jetë më e madhe. A do të presim rezultate, na veç kemi parë rezultate. Ky është viti i parë, në nëntor bëhet viti i parë i implementimit të projektit. Një rezultat që do të kisha përmend pak ma me krenari, janë edhe 5 kontrata që janë lidhë mes tur operatorëve vendor që sjellin turist brenda Kosovës dhe me tur operatorë ndërkombëtar. Do të thonë, ideja ka qenë që me bë këtë ndërlidhje direkte në mënyrë që tur operatori lokal të ofroj shërbime që kërkohen direkt prej turistit ndërkombëtar. Kjo ka funksionu mirë, nuk janë numra shumë të mëdhenj të turistëve, po prap janë numra të cilët nuk kanë qenë përpara ekzistent, dhe kjo është falë ndihmës së projektit. Kemi shifra ne apo e dim parafërsisht se nga cilat vende kemi numrin më të madh turizmit? Në këtë rast, projekti ka bo një hulumtim, qoftë me ofertën turistike, po për këto 3 komuna, tash jemi në diskutim edhe me Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe me Agjencionin e Statistikave që mbledhja dhënave të turizmit gjithëpërfshirëse në ofertë edhe në kërkesë, domethënë edhe nga turistët të bëhet në nivel qendror, dhe jemi në diskutim pasi kërkon një ndryshim të legjislacionit dhe hapa më të hollësishëm. Po nga ajo që kemi pa prej këtyre 3 komunave, një numër shumë i madh është i turistëve vendor. Pastaj është diaspora me rreth 26%, po edhe pse në numër nuk është shumë i madh, diaspora, vlera e shpenzuese apo ndikimi ekonomik është shumë më i madh se sa i turistëve vendor. Dhe pastaj pjesa tjetër, diku rreth 30% janë turistë ndërkombëtar, dhe prej këtyre ndërkombëtar më shumë ti vinë prej Italisë, Gjermanisë dhe vende të tjera të Evropës. Kur flasim, ndoshta duke qenë për barrierat e cilat i përmendet ju në kuadër të ulumtimit që keni bërë, cilat mosha janë të përfshira në atë ulumtim? Zakonisht janë moshat prej moshës 18 deri në prej moshës 16 deri në moshën 18, për shkak se ajo është vit prej klasës 11 deri në 12-ën, është shkolla që nxënës shkojnë për këto shkolla profesionale.
Kjo është, dhe me thonë, moshat cilat janë përfshi. Numri i femrave në hulumtim në nxënës është shumë i vogël, për shkak se e përmenda edhe më herët që vetë interesimi i tyre për shkolla profesionale është i vogël. Dhe ne në kuadrët projektit kemi edhe një komponent ku në fund të këtij viti do të shpallim grande për organizata jo qeveritare, për bizneset dhe për individ, në mënyrë që të realizojmë edhe kampanja vetëdijësuese me informata më të sakta, jo ato që janë në perceptimet e njerëzve në përgjithësi për sektorin e turizmit, në mënyrë që të ndikoj sadopak në vetëdijësimin e femrave, që sektori i turizmit nuk është vetëm kamarierë dhe ka profesione shumë atraktive që atë mund të gjenerojnë të ardhura dhe mund të krijojnë vende të punës. Njëkohësisht, në kuadrët grandeve ne do të fokusohemi edhe në aftësimin e mësimdhënësve të cilët janë në këto 3 shkolla të cilat i përmenda më herët, në përgjithësimin e kurikulave dhe gjetjes së formës bashkëpunimit mes bizneseve dhe shkollave në kryerjen e praktikave profesionale në biznese, për shkak se deri me tash kemi pa që nxënës të cilët dërgojnë edhe sipas hulumtimit del që rreth 48% e nxënësve praktikat i bëjnë për biznese familjare. Nuk janë që ka shkolla një sistem cilat sipas plan programe dhe mësimeve cilat i mësojnë, të shkojnë për shembull në gjatë javës të mësojnë për recepcionist. Ajo nuk ndodh, për shkak se zakonisht edhe aty ku dërgohen nxënës, bizneset nuk janë të motivuar që të mësojnë gjithat kategoritë cilat janë për shembull në hotel. Zakonisht i lojnë ose kamarerë thjesht, ose edhe pastrues. Mirë, po ne nuk kemi vetëm turizmin malor, po kemi edhe turizmin kulturor, për cilin është mjaft i rëndësishëm edhe ky segment për vendin tonë dhe për turistët cilët vinë të na vizitojnë. Sepse kemi monumente të ndryshme kulturore, kemi gjurmime të ndryshme arkeologjike. Për këtë çështje mund të diskutojmë se sa ka interesim për të vizituar. E kisha ndërlidh me Jonikun, na kemi kampe cilat e realizojnë, për shembull, është një kamp ndërkombëtar, Gurët Flasin quhet, i cili organizohet çdo vit, mendohet të jetë tradicional, ku 3 nga Kosova edhe vendet ndryshme të botës mund vinë edhe të punojnë me strukturat Gurit edhe Drurit. Do të thotë marrin pjesë në restaurimin e një pjese të Jonikut. Në pjesëmarrjen e këtyre studentëve që në shumicën e raste janë student arkitekturës edhe të arkeologjisë ose etnologjisë këtyre fushave, shumica pjesëmarrësve çdo herë kanë qenë femra. Do thotë që dëshira është e madhe e femrave me qenë pjesë e kësaj fushe, po janë disa elemente caktume që e parandalojnë këto. Turizmi shpirtëror, unë e shoh si fushën e cila mundet llojin ose tipin e turizmit që mundet mas shumë të më zhvillu në Kosovë, duke e shijuar ato që si ushqimin, si traditën, si formën e jetesës shqiptarëve ose kosovarëve. Zonja Geci, mund të dim se në cilat vende turistike tashmë është investuar, ndoshta në mënyrë të mjaftueshme në vendin tonë? Në mënyrë të mjaftueshme, nuk isha thënë, po do të thonë është investu sado pak. Është investuar mjaft mirë në regionin e, do të thonë, Alpeve Shqiptare, të pas parasysh më shumë këtu organizata donatore që kanë përkrah projekte të ndryshme. Pastaj është edhe regioni i Sharrit. Lidhur me këtë, është duke punuar dhe duke investuar më shumë nga ana e donatorëve. Këto. Tek ne, sikur për çdo segment tjetër edhe për këtë janë pak të vështira. Arineta, nga bashkëpunimet e juaja me alpinistët ndërkombëtar, cilat janë komentet e tyre për vendet tona turistike? Gjatë ecjeve, gjatë organizimeve, ne kemi shumë një numër jo dhe shumë të madh, po gjithmonë kemi
të bashkangjitur, do më thonë që janë të nacionaliteteve tjera. Ata kënaqen me bukurit dhe me pasurit natyrore, gjatë gjithë kohës kemi pyetje, komentet ndryshme prej anës tyre. Edhe me të vërtet, nëse kisha mujtë me thonë që interesimi tyre ndoshta është shumë më i madh se sa i vetë neve, na nuk i shohim ato gjëra që ka i shohin ata. Kështu që interesimi është shumë i madh. Kohëve të fundit kemi bo ecje më shumë ka bjeshkët e Nemuna, është një natyrë shumë e bukur, pastaj është edhe brodi. Ju pëlqen investimi, terreni, kushetisin? Ju pëlqen shumë, sepse gjithçka është natyrore, gjithçka është bio, ju pëlqen çdo gjë, ju pëlqen sidomos edhe ushqimi, kemi pyetje të shumta sa i përket ushqimit. Për ushqimin desha t'ju pyes edhe unë çka pëlqejnë ata më shumë këtu. Nuk është puna më shumë të pëlqimit se sa të vetë dëshira për me i shiju, me i provu. Është flia për turshi, që i themi ne turshi, do më thonë ata janë shumë të interesuar për tranguj, speca, këto janë gjana që ata shumë janë të interesuar edhe për me i shiju, po dhe në komente i dojnë shumë. E rëndësishme është që në vendin tonë ka gjëra të bukura, ushqim të shishëm tradicional, por edhe një tjetër çështje që mbetet është të bashkëpunimi i gjitha institucioneve dhe organizatave të tjera që operojnë në Kosovë, që të bashkëpunojmë për zhvillimin e këtij segmenti. Faleminderit shumë që ishit mysafir sonte, ndërsa në vazhdim do t'jellim edhe reportazhin e përgatitur në fshatin Reka Llagës, komunës së Rrugovës, ku atje do t'jellim zonjën Fetie Nikçi, e cila zhvillon një biznes të vogël familjar me bujtinën e saj. Bashkë pafshim javën ardhshme. Kësaj radhe morëm rrugën për në Rrugov të Pejes. Kjo rrugë të shpije në fshatin Reka Llagës, pak kilometra nga pika më e lartë e Rrugovës Hajla. Në këtë vend të bukur turistik, me pamje që rrallë mund t'i shohësh ndokon, me pejsazhe interesante, maja dhe liçenet e saj, Rrugova vazhdon të jetë destinacioni turistik i shumë qytetarëve, jo vetëm të Kosovës për ta vizituar, por edhe për të pushuar. Kështu duke shijuar bukuritë e këtij vendi turistik, ne arritëm në pikën për ku jemi nisur, pikërisht tek një zonjë e cila zhvillon turizmin në këtë vend. Kjo është Fetie Nikçi, nga fshati Bllagaj, komuna e Pejes. Zonja Fetie, qysh në fillim të muajit prill, largohet nga fshati Bllagaj dhe del në Rrugov, konkretisht në fshatin Reka Llagës. Arsyeja e qëndrimit të saj në këtë vend është biznesi. Ajo më parë në këtë vend turistik e kalonte verën bashkë me familje, bashkëshortin dhe fëmijët. Në atë kohë, shumë turistë që kalonin andej, ndalonin për të ngrënë drek tek zonja Fetie. Kështu duke parë potencialin për të bërë fitim nga kjo punë, ajo në mbështetjen e bashkëshortit të saj e kthyen shtëpinë e tyre në bujtinë. Na vim prej fshatit Bllagaj, Bllagaja gjinet 4 kilometra afër Peje, në rruga Pej-Prishtinë si është. Dhe sezon të verës dalim në muajin prill me burr, edhe fëmija janë deri në muajin qershor në shkollë. Atje jesin me gjyshen dhe gjyshin e vet. Na dalim nëse kemi mosafir. Se i kem datat e rezervume prej muajit, ja fillojnë prej 1 muajit e deri në muajin nëntor. Ju vini prej atje në Rrugov? Po. Në bujtinën që keni këtu? Po. Edhe këto e lëshoni për mysafir, për vizitor që vinë me vizitu vendin, rinë këtu, apo? Po. Në muajin maj ja fillojnë ma shumë ka veç sezon për me shetit këtë pjesë të Rrugovës. Në bujtinën ku e kemi thirret fshati Reka Llagës. Në altësim bidetare ka 1313 metra. Këta vizitorë që vinë kanë qef e ka një pjesë, njoftën thirret Hajla,
edhe shkojnë e vizitojnë, një natë, dy, edhe kthehen këtu e hajnë dreken, darkën, mëngjesin, fjetjen, krejt na i ofrojmë. Krejt ju i përgadisni për mysafir? Krejt i përgaditim. Çka preferojnë ata ma shumë në atë kohë kur janë këtu? Ushqim tradicional. Po në ushqime tradicionale, darka është në përgjithësi me mish. Në darkë qitet flia, po leqeniku, laknori e këto, po është edhe darka me mish. Po mysafirëve ju pëlqen shumë, edhe pse nuk kemi meny në familje, se na e kemi... Leni me qefin e mysafirëve, çfarë dojnë ata? E lojmë e lypin ka mysafirë se tash ti po ka dhe se kem shumë vizitor, tash po ka dhe vegetarian. Ata jem pak ma të veçantë, po tash e jemi mësu me ta. Jemi bërë sikur më kam pjesë e familjes tonë. E këtu ja kam fillu në vitin 2008. Prej viti 2008? Po, me turizm kështu, se këtu në bujtin tonën është piknisja Peaks of the Balkans. Si bëhet 3 shtegshi, Kosovë, Malizi dhe Shqipni. Kur ja kemi fillu, para 4 vite me parë, kom punu veç me dreka edhe me grupet studentave. Tashti, prej viti 2008, nuk kom komu marë. Me grupet studenta se e kom këto se vinë veç 24 orë i bojnë këto mësafirt, edhe prej mujt maj, veç 3 dit nuk kom pas mësafir. Se ditëve tjera vazhdimisht? Vazhdimisht kom pas, veç 3 net nuk kom pas mësafir. Prej ka vinë kryesisht mësafirit këtu, janë të Kosovës apo vendeve të tjera? Ka edhe të Kosovës, ka krejtë me përfshi botën, se asë njëherë nuk kemi pas të Brazilit, asë të Izraelit, në këtë vit ka pas shumë. Po tash e ka përfshi krejtë botën. Mas shumë të si kem pas në këtë vit janë Gjermantë. Prej ka ju lindi ideja që një shtëpi të vogël t'juin që e keni shfrytzu për nevoja familjare të sezonit verës, ta shëndroni në bujtin? Ideja më lindi se kur jemi dal këtu, mas lufte, e kem punu, po nuk ko mujtë në mi mbulu shpenzimet e thmive, veç me tomel ose kosës e djathë, mazë, qka e kom shit, se duhet 6 muj me punu e 6 muj veç me pushu. Burri nuk më ka punu kërkon, asun e s'kom punu, kështu si e kom gjetë që të zgjidhje në shpiteme jam, kush së mundet më thonë kur gjo edhe kom fillu me turizm. E keni renovu shpin, e keni regullu, e keni bo për nevoja turizmi? Po, në mendimen e organizatës Sinet, organizatë italiane, rrugove eksperiencë edhe Trentino. Ata të kanë ndihmu, të kanë dhënë fonde? Po, më kanë dhënë fonde, Trentino, organizata Sinet dhe Komuna e Pejs, mendimin e tyne atër jem ardë deri këtu. Tash kjo bujtina, është sa dhoma ka, sa është funksionale kjo për mysafir? Bujtina i ka 4 dhoma. 3 dhoma janë komode, ku mujnë me flejt 18 vetë. Janë kreveta, tash edhe i shohim. Një dhome kemi në katin e nalt, atje është veç si kur ode burrave, për grupe matri si po vinë, ata po kanë qef me konton tub, edhe janë veç në sëngjera. Kështu, fetia se bashku me bashkëshortin Mustafën dhe ndihmen e disa organizatave ndërkombëtare e rregulluan shtëpinë e tyre në atë mënyrë që turistët të ndjehen mirë. Zonja Fetie na tregoi të gjitha dhomat në të cilat akomodon turistët e cilët vendosin të kalojnë një natë në këtë vend. Kur kemi fillu me turizm, mas pori e kemi ndreq nejen, për puna më marë turistat me pushu edhe me kalu ditën edhe me pa pamje të rrugovës. Do thotë kjo është vendi i parë që është rregullu për... Atëhere kur kanë fillu turistat ma shumë për me ardë, dreka e darka e kësi, e kemi bo edhe tjera tavolina. Këto kënej? Po. Këtu kur vinë turistat, mas pori i lojnë qantat, edhe ulen e poshojnë, dikush lyp birë, dikush kafe, dikush qajnë, edhe kanë qef me nej këtu, me pa pamje. Pa bukurit e rrugove. Po. Shumë vendi bukur.
Këtu e kemi një bujtin të vogël të cilën mujnë më flejt 6 vetë. Kjo është një nga bujtina që i lëshoni, ndërsa tjerat janë brenda? Janë mrena në shpe. Po, mrena në shpe, ku i kam edhe 2 dhoma për turistë. Tash po him mrena, këtu ku i kam dhomat si akomodoj turistat. Kjo është një ndër dhomat që e kemi. Edhe kjo me 6 shtretër. Po 3 dhomat janë me ka 6-18 vetë mujnë me flejt. Për një natë. Për një natë. Ta më dhoma familjare, dhoma të shpis, që së mungon kur zhjo, kështu që më thonë, është vend turistik. Po ju pelqen shumë. Mënyra, dizajnimi dhomes. Tash është edhe kjo dhoma ku flejnë turistat. Edhe kjo njëjtë. Ju e shfrytëzoni për familje? Jo, na kur se grupet që i kom janë mi 18 vetë në grup nuk mbohen. Amo më kon grupi maj madhë, unë e shfrytëzoj në salon, ose të migja atje, edhe ja ulshoj krejt. Ku e bëj pregaditjen e ushqimit për musafir, edhe vinë musafir të ulem rrim bashk, unë e tu e pregadit ushqimin, me pos diçka nevoj, qohën e më limojnë. Sot a ki të planifikum mysafir për drejk? Sot a ki ndoj është këndej dhe që vjen mu shqy këtu të ju për drejk? Tash nuk e di sa ta ma shumë po ka si vinë edhe pa lajmëru, se po vinë prej bjeshgët Milishevcit, edhe nuk e dim, a nesër e kom datën si i kom 18 vetë. Nesër i ki 18. Ndërsa ju, a përgadis një drejk, ta kini një drejk gatshme zakonisht qofë se vjen dikush, apo vetëm nëse vinë mysafir përgadis një drejken? Veç nëse vjen musafiri, se une nuk e përgaditi drejken me lanë në frigorifera, apo në freza në diçka, veç qaty për qaty kur janë musafirët këtu. Ose e di datën e musafirëve si kom, nesër e kom datën e musafirëve, ato e di si kom e pregadit dreke, dork edhe me ngjesin. Po, zonja Feti, jemi ju pyt, çmimi i bujtines është bashk me ushqimi, apo është i veçan? Ja, bashk me ushqim. Sa mundet me qenë një çmim për një natë nëse një turist vjen me në bujtinë e ju? Është dorka, fjetja, me ngjesi dhe një sandviç. Ja jepim për shëtitje, ose për ecje si dolin me bo, 25 euro për person. 25 euro. Është çmim që i mbulon nevojat e juja, sepse ju keni angazhimet mëdha në përgatitje të ushqimit, në pastrim, gjitha ato. Është çmim i mjaftueshëm? Është i mjaftueshëm. Se na me një ose 2 musafir pak punojmë, e kur është grupi i madh mjafton. E nxjerr qatë shpenzimet që i bon njëri dhe si hiek tan ditën, nxirret çajo. Ju mbani lopë këtu? Po. Tamam produktet e shtëpisë si shfrytëzoni edhe për mysafir? Po, kur gjona nuk blejmë. As mishi nuk e blejmë, as djathin, as kosin, as tomlin. Tana i kemi 30 copa lopi kemi, 10 janë si i mjelim. Që i merë një qumshtin përgadis një djath, mazë, a shitni djathin edhe mazën, apo Këtyne viteve tjera kemi shit. Jo shumë, po ka pak kem shit, anë këtë vit jo. Këtë vit s'mrini, se ju nevojitën juve? Në këtë vit nuk kam rri se kom pas shumë musafirë dhe kështu si s'kom pas nevoj as me shit. Shumë mirë, shumë mirë. Ide e mirë për me mbajt familjen, që shtëpia qëndrot në bujtin të fitoni mjetë për me mbajt familjen. Kisha pas shef me gjetës zgjedhje dhe tjera të shpia, me punu se qka të punon njeri në familjet vetë nuk është keq. Derisa ne bisedonim me zonjën Fetije, arriti edhe bashkëshorti i saj, i cili na foli për punën që bën në reken e Allagës. Unë më familje jetoj bashkë këtu, dhe më thonë, na jetojmë dhe më thonë 5 muajt prill diku, fillimi prillit, deri diku ka funi i dhjetorit. Dhe më thonë, na i kem këtu më familje, i kem do bëjtina, i kem do kafshë se merrem ato. Sa keni kafshë? Kafshë, dhe më thonë, i kom 17 lopë qumshtore, tjerat i kom përmish. Dhe më thonë, kreti i kom 27 copa. Ju kujdesen i vetë për? Po, për kafshë kujdesen e vetë. Dhe më thonë, kurse gruaja kujdeset, dhe më thonë, për përgatitjen e ushqimit për turizëm, pastrimin e dhomave,
Po keni numër të madh turistëve, sigurisht edhe ata bëjnë kujdesin. Këtë vit domethënë ka pas numër si nuk e di as vet sa njerëzit i ngon. Domethënë me krahasu vitin e kaluar me këtë vit o dikum 200% më shumë. 200% po 200%. Sa është e vështirë kjo punë për juve, Mustaf, që e bani? Nego me dëshirën e njerëzve, si fakt si domethënë ku ja kemi nisë mas parit na ka do dyqysh pak ma vështirë, po ty e po domethënë përfitimet e sajna, domethënë tashit për neve domethënë ka bërë sikur hobi, domethënë kjo punë. Domethënë për neve si erdhën 5, si erdhën 30, domethënë na për neve është e njëjta, domethënë as nuk na nxjerr më ngushtë, as ma të vështirë, as kur gjë, as nuk na vjen më vështirë. Domethënë se kur ta punosh një punë me vullnet, nuk ka kurfar problemi. Ju për lopë që kujdeseni, a është e vështirë këtu më kujdes për lopë? Niko, me lopë më morë du të më konë o pak vështirë, si për shembull ne e bëjmë mjelin e pastër tyne, domethënë i ke makinat, nuk mjelin më dorë kur gjë, pastrimin e tyne me nxez, e bëjmë herë pastrimin, dikur pushojmë dikur, shkojmë i mjelim, masanena e lëshojmë në kollosa, dikur për prame du të më dalë dikur 1 orë, 2 ose për shembull më kujdes për to ku janë, për më afru të shtalla, kështu më radhë. Dhe që ka punë? Ka punë. Atër pilove ka përfitime dhe pilove. Domethënë e bëjmë grumbullimin, domethënë e kem kosin tonë, e kem djathin, mazën, domethënë kreti kem edhe këto i kem kret vetëm për turizëm. Domethënë çdo turist që vjen këtu e shijon atë natyrën e këtij vendit, e shijon ushqimin, domethënë që domethënë në fund janë kredi bio. Këtu ka lind ideja domethënë me hapjen e Bujtinës, ka lind ideja mes një Gjermanit, bashkëpunim me ta, për me bon një mini muze, domethënë me sene tradicionale të vjetra, me çka ka punu Rugova, me çka morë, që shë bo tunja tamlit, që shë bo domethënë grumullimi mas, që shë vlu tamli, me çka tonë, që shka sharru, me çka bo transporti, me çka kam punu artezanatet vjetra, domethënë i kem tona një mini muze, nuk kem qash shumë, se për fat keq që 3.000 luftë, domethënë s'ka lanë, aty këtu ku ke mujt me gjetë, më hasën me nja, i kemi mbledhë. Duke fillua për kësaj pike këtu, po shkojmë as parit për shembull me kerrin e kive. Ky kerr i kive i ka afër diku njash 6-7 vite. Domethënë rrugova si rrugova përpara e dim se s'kem pas tjetër transport. Domethënë bo jo me kual, po bo me kije. Me kije? Me kije, po. Domethënë kanë çdo gjë për shembull dron, kanë qitë millën rrugova, që su farsana. Për çfarë përdor? Për mbajtjen e ushqimit kafshëve. Për çto përdor? Për nevojat, domethënë familjes. Tash kjo është muzeu. Këtu për tash pari kem disa eksponata, janë shumë të vjetra, domethënë me çka morë rrugova, çka ka punua, tash art teknika domethënë, më mirë tash këto, domethënë janë sene si pak janë shumë pak të përdorshme. Këtu mas pari po shkojmë pikturit. Këtu është që kjo është korritë e tamlit. Kjo është përdor domethënë për qumsht, o vlu qumshti, o qitë këtu, ditën. Njësën më nxez, plaka, për shembull zoja shtëpis, është hu edhe ka tërhek mazën, për kësajna, edhe ka qitën kozë drunit. Kurse tamlin e ka qitë një pjesë tjetër për nevojat veta, për me bëjt djathin a kosin a që ka bëjt. Kurse, kjo është magja, domethënë, kjo është tradicional, domethënë, në gjithë Kosovë, domethënë, në bërë ujtja e millit. Domethënë, këtë pjesë këtu, e ka gatu buka, se domethënë për para nuk kem pas furra për më gatua, këtu o gatu domethënë magjatorja, kjo ka shtëpis, ku shokon në rend mogjës, domethënë natje këtu e ka morë milli, këtu ka milli, këtu domethënë në preseku që tu e ka shti bukën, edhe kur i ka shti bukë, si ka gjesh e kretë, e kam shel këto ka dale, mas 2 orë vatrive kur janë orë bukët, orë ka dalë dale apet e ka qenë, edhe e ka post një funë një qaj pjesa që atje, e ka qitur, domethënë, e ka bën gjeshin e bukëve, dhe i ka qu dyre, ka shpëret, ku i ka pjek në gjak, si shpëret për pare nuk ka pas, po janë ko në gjaqet. Po, e veçantë këtu është edhe veku. Këtu e veçantë këtu është veku, djepi, është samari kalit, është tiza si kanë tjerë, jënë pinat se kanë tunë tamlin, sofra, kemi këtu vesh të plakave, jo treve, kjo vesh e plakave të katunit, kemi plungat me cilat gratë e kanë bo transportin e ushqimeve ku kanë kusit, ne kemë thona rrugova kusa është, 20 vetë janë shumë e kusit një livad,
e zoja shpis, me qka me që bukën, e o përdor plunga, dhe më thonë, o bon grumbullimi ushqimit, o vjerën pjesën e mrapne, edhe ka vazhdu me ta. Kurse këtu, kjo të pini, këtu e bon, dhe më thonë, o qitë tamli o konin zet, edhe o tonë, peshti tamli të bët lyni. Dhe më thonë, nuk ka pas të lynë bive, si kur ka tash, dhe më thonë, kretjen konë bio, pej, që t'i veni, dhe më thonë, djathit, lyni, maza, dëlat. Ju, Mustafa, në detaj, e kështu ju spjegoni edhe turistëve që vinë këtu? Zakonisht, dhe më thonë, si të vinë turistat, më sparit, hulen që aty, pinë diçka farë kafe, qaj që atë ka nevoj, edhe dogri intereson muzeu, edhe ja u spjegojmë për çdo, për që ka vlerë, për që ka më bëmë ata, që s'ushte. Sigurisht që shumë tërhec t'i dëgjojnë edhe ata... Ata u intereson si do mos sharra, kjo sharra vekut, në këtë pjesën këtnina, që kjo. Rrugova me qëta, kanë sharrua në Malzi, në Prishtinë, Gjako, se s'ka pos, do më thonë, gatera për premin e drojve, në shku njerëzve, jo kam bu, do më thonë, për kulmat shpijave, për podna, për gjithë shka, do më thonë, kjo është maru një skele, një konë në non pjesën e nel, tjetëri pjesën e poshtë, i kam bu të rasat me ta. Kurse kjo tjetra këtu, o bo për premin e drove. Për premin e drove. Mustafi, shoqëroni ju turistët nga shtëpia ju i për shëtitur në këtë pjesë të kohës, apo? Po, dhe më thonë, ka turista se vinë pa shështërus. Edhe intereson mrena ditorë dhe me bo një shëtitje 6 orë. Dhe më thonë, në pjesën e Raksavakës. Kurse unë pesh pisteme, dhe më thonë, mësit hojnë dreko, ose farë mëngjezit, unë dali shështërojnë pjesën e hojës. Do më thonë, pe këtu i ka, do më thonë, din hojlë diku një 2 orë e gjys, din maje, do më thonë, për me hipen majet hojlës, i bojmë diku 4 orë më ta, maja hojlës, do më thonë, ka në arsim bidetare 2403 metra, o shumë veni vizitum, po falë zotit të bukurisin, e ka falë Allahi, ka një stashit njëzit, për javëshojmë hojnë diku mas miliona vjetëve, dikush për përfitu për ty. A është të vështirë për juve me ecë me urë të tërat 2 orë, gjys, 4 orë, bashkë me turistet? Për mua, se unë dhe më thonë, të nëherë jam në këtë pjesë, nuk më kur farë pëngesën, necje, ljodhja, s'kur gjoheq, po më grupe du të me esë pak makadale, të jetë si pare e këshyra e mrami dhe ku kam rrinje, se unë më konë vetë, unë pek nuk i bëjdin hojlë 40 minuta, po ata do të më këshyrë se ka njerëzit djetë, ka njerëzit më shumë, qështu. Edhe sigurisht tu ju shpjegu Tu ju shpjegu e çdo vend, për shembull, shkojmë për shembull mbi qytet dogri, për shembull hip në Alsia, midetare, për shembull me 60 metra, do më thonë në mrena 5 minutave, tu ju shpjegu që tu jem që ka është në Alsi, që ky vend thirrët qështu, që ky vend oqu që ky kërë qështu, që tu ka boronica, që tu ka mjetra, që kjo mana, që kjo pula egër si hasim në to, që kjo derë egër, edhe u interesoj gjithë shkafi fotografime, u interesoj që kjo pjesë më markume, që kjo thirë që kjo pjesë qështu, edhe du më thonë, për 6 shtator, a du më thonë, e shëjo këtë natyrë si besoj si s'ka me harru kur. Sigurisht edhe ndahen të knaqën ata. Jo ndahen të knaqën, po thotë, nuk po kem kohë ma shumë, se ata dalin, du më thonë, vetëm rana dite, po nuk shkujmë për shamë 10 dit, apet zakonisht, jo krejt grupi, po bo ndiko shështë një tjetër, edhe më thonë, ajo primë për një prutë. Prej cilave vende zakonisht i keni mysafirë? Mysafirë që tashit, për që tashit i kemë ma shumë të, si na kemë për tona vene, kemë Australian, kemë Amerikan, vese në rrugosjet kanë dëmënu ma shumë të Gjerman. Dhe më thonë, Peter Hekjo Bukuri, edhe kam pas një autor i cilë ja ka shkru një liber, o konë këtu të une, ka net 5 dit, edhe jem dole kemë shëtit me ta kretë rrugoven, edhe i kemë bujnë qizimin e shtegjeve, edhe kemë bujnë markimin e rrugve, edhe dhe më thonë, ku është shku në Gjermani, e këtë njësa e ka bo diku një vite, diqka me shku atë liber, po qa ka informacionet mira ajo liber, dhe më thonë, këtë vetë, Gjerman, nuk po të thonë veç me krasu me vitën e kalu me 200% ka ma shumë. Të që ajo liber ka që një reklame madhe për të vend? E ka bo një honë të madhe, qka është e pabesushme. Dhe më thonë, ajo për kujdes për Gjermanie, për më arë, më në ndimu, për shamull kësaj treve, kurse për shamull këta tonë këtu nuk po thonë, si s'ka më bon, po shumë pak ka informacione. Ti ki njerën Prishtinë se nuk e di ku arrugova. A ka gjë ma mirë një familje dhe sa shko një djallë diku, po për me mbërë me adhon 20 tërsh. Më thonë jo, sot keme shku me shëju rrugovën. Delë, pa mërë prasysh, a ka pare, a s'ka, unë i ku edhe pa pare dhe Gjerman t'i la.
ka student, thot nuk kom parën të çdo pikë më pagu. Hajde, sa problem, se për shembull 300 vetë, pa e kam 5 vetë, nuk merret kur gjë vesh. Po ju Mustaf, ide e mirë kjo shtëpinë ta shndroni në Bujtin. Përfitoni, keni arrit që në këtë mënyrë të përfitoni për me majtë familjen e juaj, me që ju s'punoni asnjëni, Sigurisht si po, do më thonë ideja kanë që shokon, do më thonë ja kem 20 gradë e lesh për fëmijëve, për sene homane me njerëzit që kem bashkëpunuar dhe ideja tyne, të nëherë ka qenë Mustaf, me alnis, mu kapën turizm, me bojnë një Bujtin, mos mush mi bo 2 dhoma, bojnë një, edhe zakonisht mendimin e tyne, me mendimin e tyne kem ba deri këtu. Do më thonë mjafton... Që tash për ju është ndru në një biznes shumë fitim prores për familjen. Do më thonë për neve o zhvillu një biznesi për shembull e nxerr një rrogën shpitane, nuk bëlazë më shku ku mu punu. Shpitane, do më thonë i ki përfitimi, ti shet produktet tua, do më thonë nuk ma merr menja se s'ka makna sigurisht. Kështu nuk kaloi shumë kohë dhe në këtë Bujtin arritën disa mysafirë të cilët po vizitonin Reken e Allagës. Arsyeja ndaljes së tyre këtu është dreka. Po largohemi nga këtu duke I lënë të qetë mysafirët ta shijojnë dreken e zonjës fetie në këtë ambient të bukur dhe të rrallë.